Duhet dashuri, Ledri Vula pranon lidhjen me Gjensilën, flet Roç për herë të parë. Gjatë një interviste, reperi Ledri Vula ka ndarë jo vetëm planet e tij të ardhme për muzikën, por ka komentuar edhe mbi thashethemet që shpesh qarkullojnë për jetën e tij personale. Intervistuar në kuadër të koncertit të Alban Skënderajt në Milano, Ledri është përballur me pyetje të drejtë për drejta dhe pa filtra. Një nga këto i kishte të bënte me mundësinë e një lidhje të mundshme me këngëtaren Gjensila Myrtezaj, për të cilën është përfolur shpesh në rrjetet sociale. Jo, nuk funksionon kështu. Duhet të ekzistojë kimi, dashuri. Nuk mund të lidhe me dikë vetëm për zhurmë mediatike apo për t'u dukur. Pandjenja nuk shkon, nuk jemi kukulla, u shpreh ai.